3 milion dokumentet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për miqësitë e financierit pedofil Jeffrey Epstein kanë rënditur botën. I akuzuari për trafikim të vajzave të mitura, doli se kishte lidhje me top personalitete politike, mbretërore e afariste. Në dosje përmenden emra të njohur si presidenti amerikan Donald Trump, paraardhësi i tij Bill Clinton, presidenti francez Emmanuel Macron, ish kryeministri izraelit Ehud Barak, ish princi britanik Andrew, si dhe miliarderët Elon Musk dhe Bill Gates. Shumica prej këtyre kanë mohuar çdo përfshirje në veprimtari të paligjshme. Dokumentet përfshijnë mbi 2000 video dhe rreth 180.000 imazhe, që pasqyrojnë lidhje sociale dhe financiare të Epstein. Edhe pse një pjesë e informacionit është fshehur për të mbrojtur viktimat, janë publikuar emrat e 43 prej tyre, përfshirë mbi 20 vajza të mitura në kohën e abuzimit. Epstein u gjat i vdekur në vitin 2019, ndërsa preste gjykimin për trafik seksual. Publikimi i pjesëshëm i dosjeve ka nxitur kritika nga ligjvënës amerikan, të cilët kërkojnë transparencë të plotë. Skandali konsiderohet një nga më të mëdhenj që përfshin elitën globale.